Administrata e presidentit Trump ka nisur përpjekjet për të ndërmjetësuar marrëpushim mes Ukrainës dhe Rusisë. Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm i presidentit për lindjen e mesme, deklaroi se po organizon një takim me përfaqësuesit e Ukrainës në Arabinë Saudite për të diskutuar një kornizë të mundshme paqeje dhe ndalimin e agresionit rus. Sipas tij, qëndrimi i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky ka ndryshuar pas takimit të fundit në Shtëpinë e Bardhë, ku ai shpreu mirënjohje për ndihmën amerikane dhe kërkoi një qasje të re diplomatike. Ndërkohë, presidenti Zelensky po zhvillon takime urgjente me liderët evropianë në Bruksel, duke kërkuar më shumë mbështetje ushtarake dhe financiare për të përballuar agresionin rus. Presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, prezantoi një plan të ri që lehtëson kufizimet buxhetore për mbrojtjen, duke u mundësuar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të investojnë më shumë në sektorin ushtarak. Plani synon që në 4 vitet e ardhshme 27 vende të Bashkimit Evropian të rrisin investimet në mbrojtje me një total për 863 miliard dollarësh. Kryeministri polak Donald Tusk theksoi se Europa do të armatoset më shpejt dhe më efikas se Rusia, duke garantuar mbështetje të plotë për Ukrainën. Nga ana tjetër, presidenti francez Emmanuel Macron shpreu shqetësimet e tij për qëndrimin e SBA-s ndaj Europës nën administratën e re të Trump, duke deklaruar se ardhmja e Europës nuk duhet të vendoset në Washington apo Moskë, por nga vetë europianët. Përpjekjet diplomatike dhe ushtarake të Bashkimit Evropian synojnë të krijojnë një mburojtje të fortë kundër kërcënimeve ruse, ndërsa Ukraina vazhdon të kërkojë më shumë ndihmë për të mbrojtur sovranitetin e saj.